Përshëndetje! Mirë se erdhët në një vlog të ri, gëzuar vitin e ri. Unë jam Gjeni, kjo është kanali Gjeni dhe Xhulit. Sa kemi pa bërë video. Tej masë shumë, më thuhet mua. Tej masë shumë. Por, ka ndodhur jo shumë gjëra, por kam qenë e zënë realisht në punë, sepse fund viti, festat, njerëzit festojnë dhe nuk kam pasur mundësi të filmoj. Plus isha në Shqipëri dhe siç e dini, njerëzit nuk kanë shumë qejf të filmohen dhe nuk mund t'i detyronim të ishin në vloget tona. Gjithsesi, gëzuar 2026, nuk mund ta besoj që 2026 më kapi larg familjes time, por pranë burrit tim në një shtet tjetër, hera ime e parë që festoja në Angli, dhe do thoni ua, Gjen nuk na filmova, isha në punë. Po, sepse restorantet punojnë me 31. Qa di bëjmë, por edhe ishim realisht plot, nuk isha kohë të rria aty të filmoja, që nuk filmova. Pastaj me 31 ishim me 31 si shtash ishim punë, pastaj me datë 1, do me thënë dje, sepse tani është data 2, me datë 1 ishim për darkë të daja im. Dita ikë, keni parasysh, nuk bëra punë, nuk bëra gjëra, po u kthym vonë, jo ashtu, jo kështu, kështu që ishte ditë natale, shumë e avashtë. Atje, dhe ka gjë të bukur, mblodhëm, mbas darke, lozëm, letra, pim gjëra, shumë ishte shumë mirë. Sot është data 2 dhe tani prapë do dalim për trek me disa, me familjen e shefit që punon, shefit kuzhinës që punon te restoranti tonë. Kështu që kështu është, këto janë gjërat e bukura të vitit të ri, le të themi, sepse këto 2-3 ditë parë janë gjithmonë festime, drejka darka dhe do kthehemi në rutinën tonë. Ju uroj realisht një vit sa më të mrekullueshëm, një vit me gjitha ku t'jeni të qetë, të lumtur, një vit ku të plotësoni çdo gjë që keni vendosur, por me gjitha nëse nuk i plotësoni me, do me thënë nuk e arrini qëllimin 100%, të paktën i jini të gëzuar që e keni nisur një rrugtim, sepse një gjë gjysmë rrugë është gjithmonë diçka më mirë se sa e lën pa nisur fare. Kështu që çdo rrugëtim që nis me qëllim dhe që të çon diku dhe nuk të lë vendumrë është i më se mikpritur. Kështu vini qëllim i jetës, vetes tuaj këtë vit. Mos të ndaloni para asgjë dhe të nisni atë plan që e keni në mendje për 2-3 vitesh, niseni atë objektivin, të paktën ta nisni, Është një nga gjërat, se di sa duket tu, por s'po gjeja të mbajtsen e videove. Kështu që të paktën të nisni, të paktën projektin që keni, ta nisni, mos ta lini gjysmë rrugë. Është një nga qëllimet e mia këtë vit, se vitin që sapo lam pas, kam qenë pak vitet që sapo kam lënë pas, kam lënë shumë për projekte për gjysëm, kam qenë shumë për tace dhe një nga ndryshimet që dua të bëj është pikërisht kjo. Ti nis, mos t'i lë aty. Ti nis, edhe po s'hecëm, po s'funksionuan, paktën unë do i nis, do i nxjerr nga mendja ime. Kjo është një nga gjërat që kam qëllim dhe dua ta bëj dhe do ta bëj. Kështu që shpresoj realisht jeni të lumtur dhe të shëndetshëm mbi të gjitha. Dhe duke punuar fort për veten tuaj, çdo gjë tjetër do ndjekë. Se po nuk nisi çdo gjë nga vetja, asgjë nuk ecën. Siç e thash, do dal për drek. Ky është make-upim super minimalist, po kemi vizita. Jam veç trash, po edhe kam akoma xhupin shallin, sepse është realisht -8 gradë tu dhe e ka dhënë për borë nesër, shpresoj, sepse unë e dua borën. Dhe pak më vonë, dhe normalisht do ju marrë me vete gjatë gjithë fundjavës, pak më vonë do iki tek thonjë, shpresoj të kem kohë para punës, sepse duhet bëj thonjë, sepse siç u thash, nuk kam pasur asnjëherë kohë dhe një rritur të ma se shumë nuk pëjduroj të më. Por kanë qëndruar të fort, kështu që është gjë e mirë. Kështu që do bëj thonjë dhe pastaj jam në punë, sepse kemi disa prenotime dhe jam në punë. Kur ndroj viti, sepse Italia është një orë para Anglisë, mora atë familjes time dhe bëm video call normalisht me Xhulin, me prindërit, me vllajin. Dhe për një moment të mbusha pak me lot se
Është viti i dytë që unë kam kaluar lektyre. Një herë kur isha në fillim të lidhjes me Kelin, isha në një shtet tjetër, edhe ky isha zyrtarisht ky vend është bërë shtëpia ime e re, jeta ime e re, rutina ime e re, dhe u mbusha pak me lot, edhe më thanë dhe goca, gjenë qa ke se të ndryshoj humori, gocat në cila punoja. Dhe më kapi një si melankoli pak, por gjithashtu edhe mirënjohje, që ata janë të lumtur që unë më në fund fillova një jetë të re, si çdo vajzë kur lidhet me dikë, ai personi bëhet shtëpia tyre, kështu që Kelly është shtëpia ime dhe jam e sigurt që ata janë të lumtur për mua, por normalisht ata ndjen mungesën time sepse unë gjithmonë 30 vite gjithmonë me ata dhe ishte një moment emocionues, por edhe në atë moment unë kisha Kelin afër, ju ruan pash prindërit e mi dhe prindërit e tij normalisht, dhe ishte gjë shumë e bukur. Janë cikle, jeta është cikël, e rëndësishme është zot faleminderit që kemi mundësi të jemi gjithmonë pranë njëri tjetrit. Dhe ky ishte vetmi, unë nuk e se isha e mërzitur me 31, isha më shumë pak si off, isha pak si, kisha ato momente ku, sepse nuk ishte rutina ime, unë jam mësuar me tavolinën e mbushur, pastaj me 12 të dalë, shofësh fizikitaret, pish në gjë, no? Si që bëhes në çdo shtëpi, ndërsa këtu isha punë me njerëz komplet të rinj për mua, rutinë komplet të re, edhe isha pak shumë për momentin, por pastaj është okay, është gjë okay, fundja po nuk kalova disa cikle, cikle jete, nuk rritesh, dhe jam shumë falendruese dhe krenare për çdo gjë, dhe këtë 2026 dua realisht jem më e përqendruar të arrit disa gjëra që pikëspari të ndryshoj atë, siç e thash, karakterin tim që t'i lej gjëra gjithmonë në mendje, mos ta bëj, mos ta nis, kështu që shkojmë. Edhe mbas 10 ditësh kam ditëlindjen, hera parë që festoj këtej, jashtë Italisë. 30 ditën e vit e festova në Zvicër, po s'ka rëndësi, jashtë familjes time, jashtë Italisë, dhe shkojmë se do shkojmë. Unë normalisht nuk mund ta nisja vitin pa qef. Okej, se qas kam ngrënë, edhe mbrëmë që me të vjella. Për një moment më kapi paniku, të po bom, ka kap nëjë viroz. Edhe jam akoma një qikë shu soto sobra, thonë italianët me stomak, po s'ka rëndësi, do e dalim. Mos t'ju gënjej këtë djeli, sepse është realisht tot, apo jo? Kelly, ke ndonjë urim për ndjekësit tona, Mia dhe Gjuljes, për këtë 2026? Vitë mbarë dhe me mend në kokë, po le ta marrim si shqiptar, jam shumë krenare për ti. Edhe unë, tani që jam larg, kur më thot Ronaldo po dal për shembull, apo kemi një vajzë që është një nga kamarierët tona, dhe shqiptare, sa herë që takoj them gjithmonë me mend kokë. Apo dhe se gjithë këshurin të Kelly tu janë më të vegjël se Kelly dhe unë, me bashkë me gratë të tyre janë më të vegjël se unë, edhe gjithmonë kur i takoj them me mend kokë. Se çfarë do thotë nuk e di, po me mend kokë gjithë. Vende ku bëjmë thonë të ishte mbyllur njerëz, po nuk e kisha kontrolluar, sepse mendova që s'do mbyllet, themi drejtën. Edhe as nuk u afrova, nuk zbrita nga makina për të parë është mbyllur, nëse po do shkoj të shoh, sepse dua të heq, sepse okay, nuk jam prishur, po janë çiflitur këtu. Ato janë doktorimet e festave që i hoqëm. Edhe do pastroj pak derisa të vinë gocat e tjera, ndërkohë që bashkëshortim na gatuan diçka për të ngrënë, do fshi, do laj, dërgoj të tavolina, shtëpia ime. Do me thënë, pas 31-shit, pas i mbyllën punën, normalisht pastruan, por është bërë pak pizë gjithashtu, sepse kur heq dekorin, pema e gjërat bien, gjëra për to, kështu që duhet fshirë, plus kemi ngrënë sot në mëngjes, edhe para se t'iknim, nuk pastrova, kështu që kjo është puna që duhet bëj këtu, para se të vinë vajzat që kanë turnin sot, që rregullojnë me gjërat e tjera. Thjesht që dhe sot mendoj se vinë pak më vonë se vinë zakonisht, se jemi akoma periudhë feste, kështu që vinë se hapet restoranti dhe kemi tavolina që në fillim. Kjo është gjithë plani, pastaj kam lart, shojmë që kam për bërë lart, ndërkohë të fshi pak dhe pastaj të hap drek. Njerëz, këtu po bie borë. Toni po bia realisht shumë borë. Edhe shihni deti. Ja. Sa bukur. Kjo është kushëra ime.
I kjo bërë me kështu, po stilën butterfly që vjen edhe për të minimuar të pjesën këtu. Kështu që pjesën pas e këtu më jemë shumë drejtë. Shumë e lëptër. Në fund sepse ishin bërë po arrinin në një mënyrë që s'po më pëlqenin, që ishte në jam vërtet shumë e lëptër më pëlqej. Edhe, mendoj se herë pas here ta gjeshër do ja fuz që të mbaj po këtë prerje, kështu që jam shumë e lëptër. Ja si duke kështu. Viti ri. Gjuljere. Por thoj që flokët mbaj memory, mbaj kujtime, që marrin para vetëm më të bukurat. Edhe, voilà. Nice. Është ora 5:15. Unë direkt vajta bëra thonjë. Diçka shumë natyrale sepse realisht u acarova nga ngjyrat, nga doja diçka shumë të vije, shumë natyrale. Është shumë ftohtë, u pres të vinë të më marrin sepse është zakonisht shumë ftohtë. Bora pushoj, por shumë ftohtë. Madje në rrugë duket sikur ka shkrirë. Unë nuk lajgja shumë, kam ndenjur jashtë pothuajse të kohës. Kur e mendoj dita ime sot ka qenë zgjova, bor, kafe, mëngjes, bor. Pastaj ika në kafe me kushurirën dhe me nusën e dajës. Do të thënë nusën e kushuririt dhe nusën e dajës dhe 2 kushurirat e vogla. Pastaj direkt të thonjë. Është ora 5:15, çfarë dite e gjatë. Është dhe ftohtë megjithatë, po është shumë qef. Që kur u kthea që mbrava thonjë, nuk e di tani ju duken më mirë, nuk e di, janë super të bukura. Do me thënë nga që janë thjeshta dhe besoj nuk do më mërzitën kollaj. Si që pëthoja, që kur u ktheva isha në kushurirën, i bëri keli një picë, unë bëra hanga fkaçe se s'kisha ngrënë të ditën, isha vetëm nga një kafe në kafe. Dhe tani, vendosa të ha dark. Që do thoni ju çfarë do hash për dark. Kos, do ha vetëm kos. Nuk e di pse ndihem shumë e fryrë, nuk e di, ndoshta që hanga dhe pizza dhe fkaçe me kushurirën dhe kam nevojë për të ngrënë diçka të lehtë, kështu që do ha vetëm kos. Dhe do ve Big Brotherin të shoh Prime-in e Big Brotherit sepse nuk jam punë. Shpëtova kësaj herë, që mund ta shoh. Nëse shihni, më thoni me kë jeni, më kësjeni. Nuk e kam parë të Prime them drejtën, ndër tani kam bërë besoj 2 Prime gjys, por të shohim si do heci. Nesër kam njerëz për drek, nuk e di jo ja thash. Sot është diel dhe unë kam njerëz për drek. Duket se kisha thënë se tani s'po më mend më. Kam njerëz për drek, edhe në fillim kisha menduar të bëja gjëra kështu italiane, por pastaj thash. Personat që vinë punojnë gjithë në restorante italiane. Janë mësuar me gatimin tani më italian, i di përmes dhe i bëjnë madje më mirë se unë besoj. Kështu që do gatuaj diçka tradicionale shqiptare. Do bëj lang me mish, do bëj pilaf. Meze të ndryshme normalisht, goxha mish, në furr, edhe sallatra e gjëra këto, po të s'ka rëndësi, tushit e gjëra, po këto mendoj se i vën me italiane pa italiane. Kështu që kjo do jetë dreka dhe jam marrë të ditën me këtë dhe nuk ka pas mundësi të regjistroj. Duke qenë se po gatuaj me bashkëshortin tim, do me thënë le të themi të drejtën, unë bëra menun, bëra dhe qoftet, ai po merret me mishin dhe me langun. Kështu kemi ndarë detyrat. Recetën e qofteve në Instagram e pati gjetë Gjulja dhe e ka ruajtur në Instagram të një vajze shqiptare, kuzhina e Elenës. Dole më gjatë mira edhe shkushurit kelit që nuk ka ngrënë kuzhinë shqiptare dhe se është rritur jashtë. Dhe ishin goxha të mira, kështu që për këtë gjë jam shumë e lumtur sepse qoftet i para vet. Po thoja tani do ve pirunj, thika, e gota, e çfarë do pinë, çfarë do pinë, këto gjëra që të vendoset ushqimi. Ora është 12:30 këtu në Angli. Kështu që bie 1:30 në Itali. Dhe në Shqipëri. Dhe do bëj pak make-up. Nuk jam në formën time më të mirë, nuk e di pse, kështu që këto janë gjërat për të bërë. Dhe kaq, siç e dini, nuk do filmoj gjatë drekës, sepse me gjitha ka dhe kalamajt vegjël dhe kalamajt e vegjël janë larg rrjetëve, po shoh makinat, qoftë një makinën e ndonjëri aty, po jo që ka asnjëri. Kjo, ju aggiornoj në fund sepse jo për gjë po kam për të larë gjithë ato se s'kam lavastovili akoma dhe nuk kam ndërmend të çoj të restoranti.
gjërat që kam për të larë njerëz. Por do ja dalim, sepse ja super vleti. Mbarova njerëz të bukur, rregullova, lava pak shtëpinë si përfundim, sepse i ndyra të gjërat, çdo gjë është në rregull. Tani do kaloj pak kohë me kushurirën, sepse është këtu, të bëj një dush, do kaloj pak kohë me kushurirën e vogël, sepse pastaj nesër apo pas nesër nëse s'gaboj, fillon shkollën edhe nuk do e takoj aq shpesh, se unë filloj puna e gjëra të tilla, kështu që ky ishte fillimi i vitit tim. Më pëlqeu, ishte edhe hera parë e imja që prisja njerëz në këtu tek shtëpia në Angli, pas 8 muajsh, se tani më bën 8 muaj që kam ardhur, hera e parë, shkoj çdo gjë mirë, them drejtën isha pak kështu si nank, por unë dhe Kelly bëjmë një skuadër goxha të mirë, shkoj çdo gjë mirë, shumë e lumtur. Ishte super, ishte një drejt familjare, goxha e rehatshme, me qeshura, me tregime, me gjëra, më pëlqeu, jam e kënaqur. Edhe shpresoj, uroj, do luftoj, do punoj fort që kështu të jetë gjithë viti i mrekullueshëm, i qeshur, i bukur. Shpresoj të keni dhe ju një 2026 të jashtëzakonshëm. Kjo ishte fundjava jon e parë e këtij viti, që jemi në blogun e radhës me unë, Gjeni, por edhe Xhulia nga ana tjetër, ju puthim.